Çka thu për nxënësat e dëxhallit sot, për nxënësat e shejtanit sot, çka thu për satanistat dhe iluminatat dhe njerëz të ndryshëm, të organizatave ndryshme që nuk është dersi këtu ti përmendim në me emra ata. Nuk është qëllimi që krijojnë panik, por se ata i afrohen shejtanit në ditën e Halloweenit që e kanë ata, alehim min Allahi ma yastahiqun. E marrin prej Allahut çka që meritojnë, ata i afrohen shejtanit me qurbanat të ndryshëm, me fëmijë të vjedhur që edhe i presin për shejtanin e vet, i afrohen që të marrin informata prej shejtanit të mallkum, prej informatave të vjetra që të luftojnë muslimanët. Dhe këto janë ato fitne të mëdha nga të cilat është fregu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe ne ka paralajmëruar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, andaj vëllazër, që të jetosh si musliman në kohën e akhiruz zaman, në këtë kohën e fundit, duhet besimtari të ketë një sinqerësi më të madhe. Duhet besimtari të mendon më lart pak. Duhet besimtari të ketë një filtr më të madh. Të kem një filtr më të madh të sendeve kur i ndëgjojmë, kur i shohim. Andaj vëllazër, shohim Ibn Sirini thot rahimahullah, falamma waqa'at al-fitna, kur u bë fitnja në mesin e muslimanëve, kur dolën qaderit, që si besojnë qaderit Allahut, kur dolën xheberit, të cilat i thojnë Allahut se Allahu me zor na çon neve me bë zina dhe me vjedh, edhe me rrejt, edhe me bë kufër, sikur që na shtyn dikush mulag dhe na thot musulak. Kur kanë dalë të grupe, Khawarijët edhe tjerat prej grupeve të ndryshme, edhe Rafidit, fe yu'khadhu an ahli sunnah. Thot, kemi marrë dijen prej ahli sunnetit dhe jemi ndal dhe nuk kemi marrë dije prej thakëve të bidatit.